Pra tash për momentin jemi të i vizitu 3 xhamia që janë gati se në obër të xhamisë pejgamberit alayhis salam. Pra e para është kjo, xhamia e mjegullave. E dyta është atje xhamia e Ebubekrit, radiallahu anhu, xhamia e Ebubekrit dhe atje është xhamia e Aliut radiallahu anhu. E për këto historitë e këtyre xhamiave, hoxha tash do na shpjegon mas miri, kështu që dëgjojeni edhe kuptoni më mirë edhe ju historinë e këtyre xhamiave. Para nesh është xhamia e mjegullës. Na kemi treguar që Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë sa shtobori tash. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e Bajramit dilke në periferi, është prej sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në vende të falet Bajramin në vende të hapura. Ai sallallahu alaihi wasallam me fali namazin e Bajramit këtu në këtë vend. Po gjithashtu e fali edhe namazin e istisqas. Dhe ju lutë Allahut subhanahu wa taala që ta lëshon shiun, e kaploj këtë vend një re, një mjegull dhe filloj me njëherë shiu. Xhamia nga ana tjetër është xhamia e Ebubekrit radiallahu anhu. Njëjtë edhe Ebubekri radiallahu anhu në kohën e khilafetit doli këtu në këtë vend apo në këtë hapësirë që nuk kishte ndërtesa, e fali namazin e Bajramit. Edhe ajo xhami nuk ka qenë kohën e Ebubekrit, mirë po është ndërtu në kohën e Omer ibn Abdulazizit. Xhamia tjetër është atje xhamia e Aliut radiallahu anhu, thuhet që edhe për Aliu radiallahu anhu ka dali ka fal namazet e Bajramit. Dhe është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që namazi i Bajramit të falet në vende të hapura dhe jo në vende të mbyllura. Këtu shkova me bledh dhurata, po s'mujta me i vnu titra videos shkaku që i kom përzit 23 gjuhë botës, për arsye se s'di arabisht me fol. Po, si të qovë dul një video e lezetshme, sepse kena bo bajgi pazar lëk me këtë shitsin këtu, që që fshio në video. Bu e kiram, tamam. Bu bakshish. Bakshish, aha, tamam. Tamam. Tamam, inshallah. Video YouTube reklam. Tamam. Okej? Okej. Hajde. Aha. Bu. 8 copa. 8 tane. 8. Şerbet. Oh, scuza. Bir tanesi 55. Herë 55. 55. 440. Minus. 400, opa. 400, 440. Tamam. Aha. Minus. 40. 400. 400. 8. Tamam, bu hediye. O hediye. Bu 150 riyal. Aldım hediye. Abi hediye Sen valide abi. Sen aldım 70. 70. Tamam. Bu patron mu? Yok. Ha. Sen patron. Sen patron. Yok. Aynen. Allah, sen patron. Sen şerbet 8 tane. 8. 480. Tamam. Tamam. Bu aldım 50 riyal. Jo, o Şerbet 50. bak. Bir tıka. O kardeş, unë ato papore do ta marr. Unë ato papore. 530. Yok, bak. Aldım 520. Unë ti s'në ato morr vesh. Sen ne? Bu papore. Papore. Bu bakshish. Tamam. Këto kam i paguaj. Sen vayda yok, Bu. sen 50 riyal aldın. O kardeş, bak şimdi. Këto 8 copa. 8. Herë 55. Bu bakshish. Bakshish. Haydi. Hadi bismillah, haydi. Aldım 500 hepsi yala. Yok. Bu. Son fiyat. Son fiyat bu. 350 yala. 350. 400. Hepsi bu. O kardeş, loşt kamës ma prishti muhabeti. Sen fayda yok abi. Bak şimdi bu. Oldu bu bakshish. Aldım 500. Haydi. 450 yala. Haydi kardeş yap. Haydi. Give me another one. No one. Aynı esaslar abi. Ja. Pra njerës, shtu jam t'i morë këto far elementet. Pra e keni karshi shti hotelit. Direkt këtu mujni më ardhë. Këto ishin Los Shkomona.
Teşekkürler abi. Eyvallah, 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 eyvallah. حياك الله. Like. مرحبا. Reklam full. فيصل كرنتي. Albania be. ألمانيا. Albania. ألمانيا ما شاء الله. Albania. ألمانيا. I'm not German, I am Albanian. ألبانيا. Shqiponia. ما شاء الله güzel. ألبانيا. Eyvallah. Haydi. O Hacı. Hacı. Halal? Halal et. Halal. Tamam. Qashtë. Njerës, kur të vini këtu pa tjetër me bo pazarlëk, vallaj po. Se këtu pa pazar të grinë. Kështu që mora pak më ushtrime ato, jo qikaq, jo qaq, kur mos e linit ati. Sare jubja, do me thonë. Kur t'ju thoje 10 real, tu i 5, ti direkt gjysën hekja. E të marrë vesh. Jo mësoj pak ekonominë, shme menagju budgetin. Bacial. Kinej, se ta shira të ime e fali kindien, edhe tani e shumë ma shka bëjna. Për momentin jena në xhami pejgamberit a.s. dhe jena të shku të pjesa ku thirët boqë e xhenetit. Pra, kompania i Gjasturc e ka po një termin për neve që kena udhëtu me këtë kompani, se jo gjithkush mundet me hite kjo pjesë, mu falë. Kështu që kompania e ka organizu një termin për neve umregjive që jena këtu. E tash, me lejnë e Allahit, këna me shku mi fa një 2 reqat të boqë e xhenetit. Po, ma saksisht, kur të mrim të veni, hoxha do na shpjegoj edhe një mini shpjegim që ta kena ma të qartë se qka është tek është kjo vend. Pra, se qenit e po, dëshme kalu një kontrol sa kena termina jo. E tash kada kena me hi mrena me fal namaz. Pra se qenit e po, këtu tash jena të tregu që kena rezervim që më nalon me hi mrena. Pra njerës se qenit e po, këtu ka dhe një resht tjetër që presim para neve njerëzit me shku me bu namaz. Edhe do të me respektu reshtin. Këtu është grupi jonë. Këtu mrejna është kë që nga servon salë, Allah që përbleft. Dhe me thonë ki ju jep umregjive, agjive, ju jep uj me pi. Ka da se me dorën e gjatë do të me pije. Bismillah. Hajde se tash du të me falë akshamin. Edhe mas ne kena me hite pjesa e boqës xhenetit, do me thonë, ne pa të shprejt që mos pe falë na akshamin aty, po s'na u bo nasip, kështu që e presmi pak rejnin, deri të hyma aty mrena, me i falë 2 reqat namaz. Pra njërës tash, kena të hymë rejna së qenit e po. Shtu dopet. Këtu mrena. Zdjeni të mujtë me vrejt që atje poshtë e ka vendin imami ku falet që e drejt që atje qëtu të qika pjesë që këtu e keni hudbën ku e ma imami ta është kena me përvu me hi edhe ma fell dhe ma afer me pa që shdo këtë Këtu ngane e majtë është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, varri i Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe varri i Omerit radiallahu anhu. Këtu pra nesh e kemi mihrabin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Normal, mihrabi nuk ka qenë këtë formë, mirë po për herë të parë mihrabet kështu në këtë formë, kanë ardhur në kohën e Emevive. Këtu kohën e gjatë e kemi që themi në çardakin ku muezini e thirr ezanin. Atje kana tjetër e kemi mihrabin. Khutben ku khatibi e mban khutbën. Ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma bejnë bejti wa minberi raudati min riyadil janna. Me shtëpisë time dhe minberit tim është kopsh prej kopsheve të xhennetit. يلا السلام يا رسول الله يلا يا اخوان تفضل الله منهم Ne me umregjit tanë kemi ardhur për me i falë nga 2 reqate.
Tash veçma me grupin ton I kemi fal nga 2 rekate dhe jemi duke dalë nga pjesa e vjetër e xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi يلا wasallam. كريم هاي ما شاء الله Mihrabi ku është? Mihrabi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para këtij mihrabit është një mihrab tjetër që quhet mihrabi Uthmanit radiallahu anhu. Ato kur është bë zgjerimi I xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do thot mihrabin e kanë nxjerr pak më para se mihrabi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, namazet tash falen këtu në mihrabin ku është fal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo kingi, Welcome in Medina brother do më thonë tash jena afru bashkë afër këtu, edhe kështu dohet mihrabi. Edhe atje pjesa e imamit. Sot këtu prej afër, kjo është mihrabi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa që para është mihrabi Uthmanit radiallahu anhu kur është bërë zgjerimi I xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo përpara atje. Po. Inshallah. Qëtu një mes mundet me I gjithë. Falin një 2 rekate që Për ndryshe njerës këtu në thirët e zoni, në për këto mikrofonat një jetë në tanë Medinën. Nese, e krytëm tash punën, edhe na të dalë ka kjo pjesë.